Le themi, sa kemi pasur, sa vjeç kemi pasur moshën më t'ullët ndonjëherë që keni bërë ndonjë përjashtim për fëmijët? Po, si mjetë kishim 5 vjetë. 5 vjeç. 5 vjetë, edhe jemi tepër të kënaqur për atë send folnja që duhet edhe atë gjëta, ai është një e matë impulsin të fëmijëve, interesin të fëmijëve, edhe fundit ne duam të zbulojmë talent. Ashtu. Ajo është detyra tonë, të gjithë festivaleve, jo vetëm në Diber, jo vetëm në Gjilan ose Ferizaj ose Elbasan ose në Korçë. Të gjithëve në është sa ma jere të zbulojmë talentet të ri. Edhe të kultivojmë. Po, ajo është. Do më thënë, do e marim parasysh ullje, në kriterit të moshës, tradicionet Po, fillojmë statistika edhe të na ndikon. Do më thënë, jemi të kënaqur, prej ma të rritë jemi të kënaqur. Ne kishim një rast edhe nga ana kishim një këngë, një duet, nga Gostivari, edhe ato ishin dër moshën e 7 viteve. Do me thënë, ka një sen që duhet të eksploatojmë ne të festivaleve edhe atë të përdorim.